një pikë gjaku e bën diferencën mes një foshnje të shëndosh dhe një të ardhme ose një foshnje të sëmurë. Kemi detektimin e hershëm të sëmundjes, parandalimin e pasojave të sëmundjes, fillimi i trajtimit të hershëm, rezultatet janë shumë të mira, është një metodë e sofistikuar ku një pikë gjaku e bën diferencën mes një foshnje të shëndosh dhe një të ardhme ose një foshnje të sëmurë. Pra, është një metodë e sofistikuar ku përmes një pike gjaku ne detektojmë 5 sëmundje, të cilat janë sëmundje që nuk manifestohen qysh në ditët e para pas lindjes, janë sëmundje që kanë një potencial shteje të rënd klinik kur fillojnë me shfaq shenjat, prandaj ne e kemi detektimin e hershëm. Pra zbulojmë sëmundjen atëherë kur nuk manifestohet. Kemi detektimin e hershëm të sëmundjes, parandalimin e pasojave të sëmundjes, fillimi i trajtimit të hershëm, rezultatet janë shumë të mira, dhe sigurisht kualiteti i jetës së asaj foshnje është shumë më i mirë se sa kur diagnostikohet sëmundja.